Nëse mendoni të largoheni nga vendi, ky fshat të jep 55.000 euro për tu shpërngulur atje, ja kushtet që duhet të plotësoni. Nëse po mendoni të largoheni nga vendi, atëherë mund të dëshironi të merrni parasysh Zvicrën. Ne themi këtë sepse një qytet zerian, po u paguan njerëzve 55.000 euro vetëm për tu shpërngulur atje. Fshati Albinen është absolutisht mahnitës, por për fat të keq mundësitë e punësimit në zonë janë të pakta dhe për këtë arsye vuan nga rënja e popullsisë. Megjithatë, nëse punoni nga shtëpia dhe planifikoni ta bëni këtë gjë për një kohë të gjatë, lëvizja nuk do të jetë domosdoshmërisht problem për ju. Familjeve me 4 antar u ofrohen 25.000 franga zviceriane ose 22.406.075 euro për të rritur për të lëvizur atje dhe 10.000 franga, 8.963.094 euro për fëmijë. Por si të gjitha gjërat e mira ka edhe disa kërkesa shtesë. Familja juaj duhet të jetë nën 55 vjeç, të jetë shteta zvicerian ose të ketë një lejë qëndrimi C. Kjo e fundit kërkon 5 vjet për ta marrë nëse jeni antar i BE-s. Pra ne e kuptojmë se nuk është gjëja më e lehtë të marrësh këtë dhuratë. Ju nuk mund të jetoni kudo dhe do t'ju duhet të zhvendoseni në një shtëpi me një vlerë minimale prej të paktën 200.000 frangash, 179.260 pound. Megjithatë, jemi të sigurt që paratë e ofruara për lëvizje do të ndihmonin për ta bërë këtë më të mundshme. Gjithashtu, kjo shtëpi duhet të jetë shtëpia juaj kryesore dhe ju duhet të angazhoni të jetoni në qytetin piktoresk për të paktën 10 vjet.